Surpriza e motit për ditën e sotme ja çfarë pritet të ndodh me temperaturat. Anticikloni afrikan po rikthehet drejt Europës perëndimore ku presim përmirësim të kushteve atmosferike. E njëjte 14 mars 2024, në vendin ton moti do t'jetë me mjergull dhe vranësira në mëngjes, në verilindje, diell në zonën perëndimore. Era do të fryjë me drejtim veri-perëndim me shpejtësi 7 metër në sekond në Bregdet. Valzimi do t'jetë i forcës 3 me lartësi vale 0.5 deri në 1 metër në det të hapur. Temperaturat minimale dhe maksimale të ajrit pritet të arrijë në zonat malore 2 deri 12 gradë Celsius, në zonat e ulta 7 deri 17 gradë Celsius dhe në zonat bregdetare 10 deri 18 gradë Celsius. Kosova për datën 14 mars 2024 do të ketë vranësira dhe rreshje shiu lokale. Temperaturat të regjistrojnë vlerat nga 4 deri në 7 gradë Celsius deri në 11 deri 14 gradë Celsius në mesditë.